kur ja jap me fëmijëve telefonin. Kur ja jap me fëmijëve telefonin. E sa të pakujdesshëm me këto. Çka ata shikojnë? Në qoftë se i shohin bashkëshortët tona të mangëta në raport me Allahun xhela xhelaluhu dhe i lëm ashtu dhe nuk preokupohen me përmirësimin e tyre, najnë aty apo qefin atyre. Sa do kanë qef, janë të bëna qef tyre, çka do kof qefi tyre? Najnë duke i dhënë Allahu subhanahu wa taala. La bi wa'dihi wala bi rizqihi. Ti nuk je i bindshëm shumë me premtimin dhe rrezikun që ka premtuar Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se njeriu u aban zakonisht, u aban qefin dikujna duke aprish Allah, duke hidhuru Allah subhanahu wa taala, për shkak shpresës që e ka në përfitimin prej tyre diçka. Çka do kofta ja? Çka do kofta ja? Tash jemi kujdesshëm kur ja jap me fëmijëve telefonin. Kur ja jap me fëmijëve telefonin. E sa të pakujdesshëm me këto. Çka ata shikojnë? Dikush thot, hoxha vallahu nëse në ribe hazër, këtu hin hoxha, fillimisht hin hoxha, që është të fol, me telefonin raport me fëmijën e tij, pastaj hi komplet xhamatlit. Thomi na, vallahu besë në ri hazër, çka këshyra të tan konsre për cellin. Mos ja telefonin hiç. Se kemi dhënë llogarita Allahu subhanahu wa taala, edhe me dhënë e telefonit dhe mos kujdesin asaj çka fëmia shikon telefon dhe çka fëmia merr për edukatës dhe moralit të keq për telefonit, ti të i dhënu Allahu subhanahu wa taala. Ti edhe unë jemi duke i dhënu Allahun xhelal xhelalu. Me bashortët njëjtë, në qoftë se lam tek shtëpia jonë, e shohim me sy, Allah na ka thonë ku anfusakum wa ahlikum nara, shpëtoni veten dhe familjen tuaj prej zamit xhenemit. Na burrat jemi të obliguar me këtë çështje. Në qoftë se i shohim bashortët tona të mangëta në raport me Allahun xhelal xhelaluhu dhe i lëm ashtu dhe nuk preokupohen me përmirësimin e tyre, najnë aty apo qefin atyre. Sa do kanë qef, janë të bëna qef tyre, çka do kof qefi tyre? Najnë duke i dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe pastaj nuk ka më bereqet. Dhe pastaj më nuk ka bereqet. Thot, e në qoftë se e ban këta, atëherë ti nuk je i bindur në premtimin e Allahut. Ti nuk je i bindur në premtimin e Allahut.